Qyteti i Durrësit, që është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, u ndërtua në mbetjet arkeologjike ku ishte qyteti vjetër, dhe që njihej në fillim si Epidamnos, pastaj si Dyrakion, që u transformou Dyrakium në periudhën romake, dhe daton që qyteti që në shekullin e 8-7 para Krishtit. Dhe ishte qyteti me vend më strategjik, dhe mund të themi që ishte fillimi i vijës Egnatia, që vija Egnatia ishte vazhdimi i vijës Apia nga Roma deri në Brindisi, pastaj nga Durrësi deri në Selanik, dhe kur u ndërtu Konstantinopoja deri në Konstantinopoj. Duke qenë në të njëjtin vend për një kohë shumë gjatë, për më shumë se 27 shekuj, gjithmonë ka qenë e vështirë për të bërë gjetjet arkeologjike. Megjithatë, të dhënat arkeologjike tregojnë që qyteti u zhvillua shumë. Dhe legjenda e qytetit, që është legjenda Ktises, e thënë nga Apjani, reflekton fazat e para historike të zhvillimit të qytetit. Dhe Epidamnos ishte mbreti i vendit që themeloi qytetin dhe e quajti me emrin e tij. E bia e tij Melisa takoi Poseidonin kur erdhën grekët nga deti dhe patën një djalë të quajtur Dyrakion. Dyrakion themeloi portin dhe e quajti portin me emrin e tij. Dhe monedhat e Durrësit në fakt tregojnë shumë mirë këtë fazë zhvillimit të qytetit. Fillimisht kemi monedhat me epsilonin arkaik dhe kjo monedhë gjendet në Ashmoleon Museum në Oxford. Dhe tregon që janë simbolet e Korinthit dhe Epidamnos është qyteti dhe pastaj mbas së luftës Peloponezit ndryshohet dhe bëhet me simbolet e Korfuzit, Korkyrës. Dhe një nga monumentet më të vjetra të qytetit është ky tempull me terrakota arkitektonike, po sipërfaqja e gërmimit ka qenë shumë e vogël, rreth 3 metra katror, dhe ka qenë e vështirë për ta parë që ishte tempulli ndërtuar aty apo ishte në kodër dhe rrëshqiti, sepse ky është gjetur në zonën e varrezave të qytetit. Dhe është me koka femrash dhe koka luanit dhe është shumë interesante që analiza e baltës që është bërë me baltën e kodrave të Durrësit dhe kanë shumë partikularitete që tregon për artistët vendas që i kishin bërë këto. Një tjetër monument i zbuluar është Sanktuari Demetrës, është cilësu i tillë, që datohet në periudhën klasike dhe që është gjetur në zonën e Kënetës dhe sot ky gjendet në Muzeun Kombëtar, në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Shumë interesant është një mozaik polikrom i zbuluar në Durrës që paraqit figurën e aurës, e cila rrethohet me elemente floreale dhe është me një sipërfaqe 9 metra katror në formë eliptike dhe ky mozaik u zbulu në 916 në mes luftës parabotërore nga ushtria austro-hungareze dhe pastaj u rihap në 47-ën. Sot gjendet Muzeut Historik Kombëtar sepse u shpëtu nga i vendi ku ishte nën tokë me lagështirë dhe është i ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar. Interesante është ndërtimi i rrugës Egnatia, që fillon nga Durrësi deri në Selanik dhe që vazhdon pastaj dhe deri në Konstantinopoj. Dhe Durrësi, duke qenë një koloni romake gjatë shekullit të parë dhe dytë pas Krishtit, pati disa ndërtime shumë interesante, të cilat janë zbuluar pjesërisht, po themi, jo në 100% sipërfaqes, po që tregojnë zhvillimin arkitektonik të qytetit. Dhe interesant është që nga ajo kohë Durrësi kishte sistemin urbanistik ortogonal me rrugët veri-jug dhe lindje perëndim dhe janë dhe këto monumentet kryesore që janë gjetur në qendër të qytetit. Interesant është dhe një mozaik bardhezi me sipërfaqe të madhe 50 metër katror, 15, që sot gjendet poshtë një trotuari rrugë dhe kjo u zbulu rastësisht në vitet 47-48 dhe u rihap në vitin 86-88. Dhe ky është mozaiku bardhezi, shumë interesant me figura marine, që tregon që ishte elementi një godine banimi, besojmë, po që nuk kemi pas mundësi për ta pa me detaje. Dhe element tjetër arkitektonik i qytetit janë termat publike, të cilat u zbuluan në 66-ën, gjatë të gërmimeve arkeologjike që u bën për të ndërtu Pallati i Kulturës qendër qytetit, pallati u ndërtu dhe poshtë ruhen elementët e këtyre termave, janë terma publike, që është kaldariumi, tepidariumi, pishina, apo dyteriumi, latrina etj. Dhe interesant është që nga teknika e ndërtimit duket që është ndërtimi i shekullit të parë, sepse ne do ta shohim që të datuar saktë
kemi vetëm ujësjellësin e Durrësit, do ta prezantojmë, që është i kohës Hadrianit. Këtu kemi pjesën e kaldariumit. Përsëri kaldariumi, fillim pas zbulimit, dhe detajet e këtyre termave që kaldariumi është me hipokaos horizontal dhe me hipokaos vertikal. Edhe këtu është fillimi kur u bën gërmimet e kësaj. Dhe termat romake ndryshuan funksionin e tyre mbas tërmetit të vitit 345-346, sepse shifen të qarta ndërhyrjet që janë bërë në këtë element. Dhe monumenti më i madh që është zbuluar në Durrës është amfiteatri, që është një nga monumentet më të mëdha në Shqipëri dhe një nga amfiteatrot e mëdhenj të Ballkanit, sepse akset e elipsit të amfiteatrit janë 126 me 106 metër, arena është 61 me 42 metër dhe kapaciteti është rreth 20.000 spektatorë. Amfiteatri i Durrësit u ndërtua në fillim të shekullit të dytë, si teknikë është para ujësjellësit, ndofta në fund të Trajanit apo në fillim të Hadrianit, dhe një mbishkrim që ka gjetë Leon Hezej në 1861 tregon që në Durrës u ndërtu dhe biblioteka e qytetit dhe në rastin e përurimit të bibliotekës u bë një luftë me çifte gladiatorësh, por nuk është e qartë u bën amfiteatër apo u bë para se ndërtoi amfiteatri. Dhe këtu kemi një pamje ajrore të amfiteatrit të Durrësit. Dhe pothuajse pak më shumë se gjysma e amfiteatrit është e shikueshme dhe kapaciteti i monumentit lidhet jo vetëm me popullsinë e qytetit, por dhe me popullsinë, me njerëzit që lëvizshin, duke qenë që ishte në lëvizje rruga Egnatia. Dhe një pjesë e amfiteatrit është e mbështetur në kodër dhe pjesa tjetër është nga fusha, dhe amfiteatri si monument është i ndërtuar në qendër të qytetit. Dhe këtu kemi disa nga galeritë e amfiteatrit. Dhe në podium ruhen gurët, që ishin gur gëlqeror, i vetmi element që ruhet, sepse gurët e shkallares janë të ripërdorur ashtu siç janë përdorur dhe në monumentet të tjera të kësaj kohe. Dhe muret e amfiteatrit janë me teknikën opus mixtum, incertum dhe testaceum. Dhe amfiteatri ishte në përdorim më shumë se 3 shekuj, dhe me sa duket tërmeti vitit 345-346 gjithashtu ndërpreu funksionin e amfiteatrit, dhe duke qenë se ky tërmet ndërpreu funksionin, do të shohim që amfiteatri u përdor për qëllime të krishtrimit hershëm dhe është shumë interesante që dhe në tullat e amfiteatrit, që janë origjinale të monumentit, ka kryqe të bëra në tulla para pjekjes, duke u vërtetuar ajo që krishtrimi i hershëm në Durrës ishte shumë i hershëm. Dhe u përmend edhe këtu nga referuesit e tjerë ekzistenca e Cezarit, që ishte peshkopi i qytetit në mes të shekullit parë, dhe pastaj Shënasti, që ishte i qytetit në fund të shekullit parë. Interesante është ujësjellësi, dhe ujësjellësi ka dhe mbishkrimet Kolonia Julia Augusta Dyrrakinorum, dhe është i ndërtuar në kohën e perandorit Hadrian. Dhe në pjesën e kodrave është i hapur si tunel, në pjesën e kënetës me harqe, dhe në qytet ruhen ato fistule, tubat e plumbit të shpërndarjes së ujit të ujësjellësit. Dhe ky është mbishkrimet që janë gjetë ke ujësjellësi. Shpesh gjatë gërmimeve për ndërtimet e reja të qytetit janë gjetur shumë monumente, dhe një monument tjetër interesant është një zonë me mbishkrime që quhen me mozaik, që janë mozaik që flasin, që kishte mbishkrimin Martinia, aty ku është ndërtu pallati i sportit sot. Shumë interesante. Dhe këto janë shekulli 2, shekulli 3 pas Krishtit. Dhe një mozaik tjetër shumë interesant është mozaiku me figurën e Orfeus. Orfeu rrethohet nga kafshët dhe është ikona qendrore e mozaikut që ka teserat shumë të vogla, dhe pastaj përreth kësaj që është Orfeu, kafshët dhe shpendët dhe pemët, janë figura gjeometrike dhe figura florale. Dhe këtu kemi skenën e parë, që është ajo emblema qendrore, po themi, e këtij mozaiku, dhe është Orfeu, po për fat keq ky mozaik gjendet poshtë themeleve të një shtëpie, dhe ka një lloj degradimi dhe shpresoj që shumë shpejt do të merren masa për të ruajtur. Dhe këtu kemi figurën e Orfeut, edhe të kafshëve dhe të shpendëve.
Është mozaik shumë i bukur, shekulli 3, shekulli 4 pas Krishtit. Dhe këto motivet rrotull mozaikut që janë me tesera më të mëdhaja. Interesante është amfiteatri si pozicion me muret rrethuese bizantine. Kemi 2 kulla veneciane dhe muret otomane që ndërtohen pas shekullit 16. Dhe interesant është fakti gjithmonë që tërmeti viti 345-346 ndërpreu shumë funksione nga jeta e qytetit dhe nga monumentet e qytetit. Dhe duhet themi që një nga ndërtimet e para të kryshtrimit hershëm është kapela bizantine adoptuar në strukturën e amfiteatrit dhe kjo është gjysma e dytë e shekullit 4. Shifet qartë që në muret e saj janë përdorur materialet të amfiteatrit, shkallot e gurta e tjerë për ndërtimin e kësaj kapele. Baptisteri i kapelës, brenda strukturave të amfiteatrit, apsida me këtë dritare bifora, dhe interesante është që kapela fillimisht ka qenë dekoruar me afreska, dhe pastaj në shekullin e 6 është dekoruar me mozaik. Mozaikët janë të kompozuar, po themi, me ikona. Ikona e parë është me figurën e Shën Stefanit, ikona e dytë është pastaj që thot Zot mbrosh shërbëtorin tënd Aleksandër, që duhet jetë një nga dhuruesit e mozaikut, dhe këto janë figura qendrore që duhet jetë figurë humane dhe 2 shenjtor anash. Dhe kemi ikonën e tretë që ka figurën e Shën Irinit dhe Shën Sofis, po që është shumë i dëmtuar dhe që nuk duken shumë të qarta. Po mbi shkrimit i tregojnë figurat e tyre. Dhe është interesant që njëri nga vomitoret e kësaj galerie është i ka shkallot shumë më të përdorura se tjerat, që kemi menduar që hyrja për në kapel është bërë nga ky vomitor. Një kapel tjetër është adoptuar në strukturat e amfiteatrit shekullin e 13, ka qenë dekoruar me afreska, po për fat keq para disa viteve dikush vuri një gomë, i vuri flakën dhe afreskat janë shumë të dëmtuara. Interesante në Durrës gjithashtu janë muret rrethuese të Porta Romanas, që janë muret antikitetit vonë. Edhe këto janë me teknikën e përzier, opus mixtum incertum dhe testaceum. Dhe në periudhën e hershme bizantine, Durrësi ishte rrethuar me mure, të cilat kanë ekzistuar deri në pushtimin otoman, që pastaj u ndërtuan dhe në atë periudhë muret e qytetit. Dhe këtu kemi skemën e qendrës së qytetit, muret rrethuese të periudhës bizantine, kemi 2 kullat veneciane dhe muret e periudhës otomane. Ngjitur me amfiteatrin janë muret rrethuese bizantine. Dhe është kjo porta e hyrjes e cila nuk është perpendikular me murin, po është me një lloj këndi, që tregon që aty ishte rruga rreth amfiteatrit që vazhdonte. Dhe interesante është kjo kulla D, në të cilën ndodhen më falni. Ndodhen 3 kryqe në njërën anë të kullës dhe në anën tjetër ndodhet kjo pema e stilizuar. I njëjta simbolik është përdorur në Shën Sofia dhe ka shërbyer si datimi i Shën Sofis në kohën e Justinianit. Dhe këtu kemi 2 kullat veneciane, njëra është lart në kodër gjysmë me rumbullakët, tjetra është poshtë kullë rumbullakët. Dhe në fakt një tjetër monument i rëndësishëm i krishtrimit të hershëm në Durrës është kisha e Shën Mikelit në Arapaj. Arapaj është në periferitë qytetit, ku shkon në jug, dhe këtu kemi gjetjet arkeologjike të kësaj kishe, planimetria e saj, detajet e mureve, dhe është shumë interesante që aty është gjetur një mozaik, dhe mozaiku ka skenën e Eukaristisë dhe skenën bukolike. Kjo është skena Eukaristisë, dhe skena bukolike që është e bazuar në këtë bariun e mirë. Dhe shumë interesant fakti që si simbolik, ky mozaik ngjan shumë me atë në librin e Virgjilit, Georgix, që është bariu dhe bariu i mirë. Ka afërsisht po të njëjtin koncept.
Dhe një monument tjetër i rëndësishëm i periudhës së krishtrimit hershëm dhe bizantine është një forum rrethor bizantin, i ndërtuar në qendër të qytetit, ndofta nën periudhën e Anastasit, ndofta të Justinianit. Dhe ky është shumë afër me termat publike. Ky shesh rrethor ishte i rrethuar me dyqane në anash, dhe në qendër ka këtë podiumin. Dhe podiumi është shumë interesant sepse presupozohet aty ka gjurmë mermeri, por nuk dihet akoma ka qenë një kolon apo ka qenë një skulptur. Dhe gjithashtu aty është edhe një plak, është i gjithë sheshi ka qenë i shtruar me mermer prokonesi, marrë nga deti Marmara, dhe është kjo plaka që ka këtë mbishkrimin Konstantinos Mona. Nuk kemi parë aty poshtë, ka mundësi të jetë varri një murgu me emrin Konstantin. Pjesa e këtyre dyqaneve rreth forumit rrethor, dhe interesant është që ky forum rrethor në Durrës, në të majt, ngjan shumë me idenë e këtij mozaiku që është mozaiku i Madabas që është gjetur në Izrael, që tregon për zhvillimin e këtij qyteti. Faleminderit shumë dhe